Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Fëndimin të nësi takojmë të më Allah subhanahu wa ta'ala, së da ti përgjom që të lavrej dhe të begoj dërgojnë ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vazgjodhër. Të ndovë vëllezër, prej rrugtime më të rëndësishme në jetë, janë ato rrugtimet që na zakonisht i quajmë në jetë rrugtime drejt suksesit. Edhe varësisht njeriu në çfarë suksesit caktohet, megjithatë, këtë përpjekje për me arritjen e suksesit e ka dhe si përpjekje për me njoft natyrën e suksesit, ose me njoftën hartën drejt saj, e ndonjëherë edhe çysh ka mu sistemu një jetë pas arritjes së atij suksesi. Që këtë drejtim, shpesh një mori suksesesh një jetë, arritjesh që mundën mu bo, konsiderohen të arrira nëse e mrin pikën kulmore edhe nuk përsëriten më. Domethënë, është sukses, është arritje, mrinjet veç një herë. Si të mrinjsh aty, mos ka shka përsëritet. As nuk ka përpjekje ripërtrise për me bë përsëritje. Për shembull, nëse na arrimi fjala bie për shembull muslimanët me çliru një vend. Ajo është një herë bëhet, nuk bëhet dy herë. Ose nëse arrin me dëbu një armik, ose për shembull nëse dikush e kryen një cikël shkollimi, nuk përsëritet ajo. Nuk ka sukses mu përsërit. Sukses është me kalu një shkollë tjetër pastaj. Pasi që e ke kryer një cikël shkollimi ose një shkollë domethënë të përgatitjes, madje ndonjëherë përsëritja e suksesit konsiderohet sorollatje për mbrana një rrethi padalje. Edhe rrjedhimisht kemi të bëjmë me një situatë ku s'ka kreativitet edhe s'ka domethënë diçka që mund të mjoshtue si vlerë njerëzimit. Megjithatë, janë disa arritje, janë disa suksese. Nuk ka pikë kulmore aty. Domethënë bashkë kur sukses duhet me përsërit. Bashkë kur fiton duhet me përsërit. Bashku arrin te pika më e dëshiruar, duhet mu kthyer një herë prej pikës 0 me bë përsëritje. Ose me thonë është në një cikël të pandërprerë që rrjedhimisht, domethënë në vazhdimsi ai kthehet edhe përsëritet. Dhe që kjo përsëritje e përpjekjes, edhe ripërtrirja e përpjekjes është si në punë të dynjas ose në punë të fesë, punë të ibadetit, punë të zemrës e kështu me radhë. Për shembull, në punë të dynjas, nëse ti arrin kulmin me fitu nga një ide tregtie, nuk do të thonë që është projekt i krym. Ti kimë përsëritë dhe kimë ripërtit të njëjtën, domethënë përpjekje. Ose për shembull, nëse më këmbja e shëndetit tan ndodh si rrjedhimi një investimi të caktuar, kjo nuk do të thonë që ti tash e ke arrit qëllimin dhe nuk investon më në shëndet. Kimë përsërit, domethënë përpjekjen edhe domethënë formulën. E kësaj natyre, e këtij lloji të dytë që duhet mu përsërit, janë sukseset e zemrës, janë sukseset e ibadetit, janë sukseset e agjendës kuranore që jena duhet dash me trajtuar në kuadër të surës e Zumer. Çaq shumë që të shtohet imani, me të njëjtat formulë kimë përsërit përpjekjen e shtimit të imanit. Edhe qatë shumë që të pastrohet zemra, me të njëjtën formulë kime përpjekën sërish, domethënë iniciativën tonë, përpjekjen tonë për me mujt me pastru zemrën për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që e përsërisim përpjekjen e shtimit të imanit, sepse ky nuk është projekt i kryer. Domethënë, kime ngut ders se kam të shtu imani. Çka i bie kjo? Ke beç apo do të marr ders. Ose kime lezu Kur'an edhe kam të shtu imani, çka i bie kjo? Ke beç prapë kime lezu më të shtu imani. Ose kime shku me bëni një akt, për shembull, kime u sjell mirë me jetimët, edhe kime pasi kjo po ta pastron zemrën. Ai bie që u kry projekti, jo, tash prapë kime përsërit të njëjtën, domethënë përpjekje. Sa herë që në çështjet e tauhidit, çështjet e imanit, në çështjet e zemrës, teskjes, formula funksionon, atëherë funksionimi i formulës nën kupton që ajo duhet më përsërit edhe më ripërtrim me lenin Allahu subhanahu wa taala dhe ne përsërisim edhe ripërtrim, sepse na shtohet besimi, edhe sepse na çiltrohet domethënë zemra. Çi bie? Nëse nuk ka shtim të imanit, jemi me një situatë ku nuk po na shtohet imani, dhe jemi me një situatë tjetër ku nuk po na çiltrohet zemra, nuk po funksionon mirë tauhidi, dhe nuk po funksionon mirë teskja, atëherë kjo është evidencë që kena dështim. Jo evidencë për një përpjekje që do duhej me e pasit suksesshme. Domethënë, fakti që akoma nuk ka ardhur me pas sukses, atëherë kjo tregues që domethënë kena dështu dikon, duhet me përsërit, mirë po duke korrigjuar domethënë formulën, sepse ndoshta domethënë kena një defekt në formulë. Kështu që ibadeti që mrin zemër, që trajtuam në ligjratën e kaluar, ibadeti që mrin zemër e përmendëm që ta shton imanin, edhe domethënë ta pastron zemrën. Edhe e ka efektin te tauhidi, edhe e ka efektin te teskia. Teskia është domethënë nocioni që ne referohemi për pastrimin e zemrës, edhe për çiltrimin e saj dhe për mbushjen e zemrës me adhurime për Allahun subhanahu wa taala. Tash, logjika thot kështu. Nëse ibadeti është i përsëritshëm, dhe ne rrjedhimisht synojmë që ky ibadet me mritë zemra, atëherë ibadeti nëse është i përsëritshëm, i bie logjikisht që edhe rezultati duhet të mos qenë i përsëritshëm. Nuk ka rezultat që arrihet një herë. Se ti shkon
që njëherë arrihet pastrimi i zemrës, njëherë arrihet shtimi i imanit, atëherë a kish pas logjika jo bindja e kote sekteve devijume që mundesh me bëj ibadet deri me një shkallë, edhe pastaj ibadeti të liron për ibadetit. A beson ehlu suneti që ibadeti të liron për ibadetit? A mundet me thonë dikush kom bërë shumë ibadet edhe tash nuk do të më bë tutje ibadet? Kështu që fakti që përsëritet ibadeti, atëherë i bie që ne kena synim me përsëritjen e rezultatit. Që atë ibadet që unë e kom bërë para një muaji, edhe pa çat efekt, kaq % të shtimi i imanit, edhe kaq % të pastrimi i zemrës, atëherë i bie me që unë prapë kam e përsërit ibadetin, atëherë sërish unë synoj të njëjtat rezultate, ani pse promi kom rri. Ani pse para një javë kom rri deri diku disa rezultate, kështu që kom i përsëritën rezultatet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj shtjellimet, derset, librat që janë për shtimin e imanit, edhe për çështjet e teskjes, pastrimit të zemrës, nuk janë shtjellime mbi bazën e projektit të kryer. Nuk ka të vol dikush që e ka pastruar zemrën e pi ka thonë çish pastrohet. As nuk ka thonë dikush që e ka qit pikën kulmore të imanit e pi po ka thonë çish bëhet. Kjo është rrugtimi i përbashkët. Rrugtimi i përbashkët po i përsëritshëm në vazhdimsi kena me u përpjek për me shtu imanin, edhe domethënë për me pastruar zemrën dhe me arrit pikërisht atë që është domethënë edhe vetë domethënë vargu i mësimit, qiltëria e besimit edhe qiltëria e zemrës. Kush mundet me na shoshnu mas mirtin që këtë rrugtim? Kush mundet mas mirti me na i kallzu udhën, me qenë udhërrëfyesi ynë drejt në dy qëllimeve. Qëllimin me shtu imanin edhe me qiltru tauhidin, edhe qëllimi që me arrit shkollat më të larta të teskjes pastrimit të zemrës, edhe adhurimit të Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet zemrës. Padyshim që është Kurani. Për këtë arsye domethënë shumë e denj këto tema mu trajtuan kuadër të ajeteve. Domethënë mundën më kanë shumë lehtësisht me i marr këto tema në kuadër të një libri të një autori, po me marr nëpërmjet Kuranit e merr edhe çiket ndjenjë fuqishme që ato të shoqënu drejtin me qëllime të mëdha kush pikërisht fjala Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu taala hadha bayanu lin-nasi wa huda. Që ky Kur'an është shpjegim edhe është udhëzim për njerëzit. Është shpjegim edhe udhëzim. Domethënë na kur domi ndoshta të tjerët me i sfidu se sa shumë shpjegon Kur'ani, ndoshta shkomi në tema periferike që Kur'ani nuk i ka të tema qendrore. Ndërkaq kur vjen çështja e zemrës, që tema qendrore e Kur'anit, na nuk dimi çysh ndreqet zemra nëpërmjet Kur'anit fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Kisha pas dëshirë me bëni ndalje, e di që është ndoshta jo metodologjike në kuptimin e përgjithshëm të vargut të mësimeve se si kena zhvilluar deri tash. Mirë, po për me shumë me kuptuar ndoshta edhe më thellë mesazhin kuranor. Allahu subhanahu wa taala e ka lënë një farë mesazhin Kur'an në fillim të surave. Do të thonë, nëse i merr surët mundesh me i bë kategori. Për shembull, një kategori fillojnë në një formë të caktuar, një kategori tjetër fillojnë në një formë tjetër. Surët më të gjata të Kuranit, që realisht përbëjnë edhe shumicën e faqeve të Kuranit, nisjen e surës e ka me përshkrim të Kuranit. Domethënë, nis surja tu kallzu shka Kurani. Nis surja tu e lavdu Kuranin. Nis surja duke i dhënë epitete Kuranit. Domethënë, surja është pjesë e Kuranit, mirë po përflet për tërsinë që është vetë, domethënë Kurani. Për shembull, në surën Al-Baqara, Allahu azza wa jalla thotë: "Dhalikal kitabu la rayba fi." Kjo është libër që s'ka dyshim të. Domethënë, agjendën e Kuranit, temat e Kuranit tash i kinë këtë sure. Ose shkomi në surën Al Imran, "Nazzala alayka al-kitaba bil haqq." Ta ka zbrit ty këtë libër me hak. Ose ndalmi për shembull në surën Al-A'raf, "Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min." Është një libër që po të zbritet ty o profet, mos u sikleto, në zemër mos me pas asnjë dyshim për këtë libër. Ose shkomi në surën Yunus, "Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim." Ky libër i ka ajetet, këto janë ajetet e një libri për plot urtësi. Ose shkomi në surën Hud, "Alif lam ra kitabun uhkimat ayatu." Këto ajete janë të përkryera. Domethënë, surët më të mëdha të Kuranit po ta livdojnë Kuranin mirë po me një mesazh. Që ato temat e Kuranit i ki këtu. Çat hartën e madhe të Kuranit i ki këtu. Dhe kjo formë e lidhjes, kjo formë e fillimit të surës është vetëm në 26 sure, saktësisht nëse s'gaboj. Dhe nëse analizojmë dy agjendat e tauhidit dhe teskjes, fuqishëm i ki këto 26 sure. Sikur Allahu përcjell mesazh, si doni me kuptu shoh që ky Kur'an, doni me art të tauhidit dhe të teskje. Nëse s'keni art të tauhidit dhe s'keni art të teskje, s'keni art të me shtu imanin, s'keni art me pastu zemrën, s'keni art të agjenda e Kur'anit, s'keni art të objektivat e Kur'anit, s'keni mbrit të objektivat që ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet surës, domethënë surave të Kur'anit, e kësaj natyre, e këtij lloji me këtë fillim është domethënë edhe vetë surja Az-Zumar që na të shpjegoj. Allahu subhanahu wa taala nis çështu surën. Thot Allahu taala, "Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim." Ky është libër që po zbret prej Allahut plot fuqishëm, plot urtësi.
Domethënë menoni pikun autor ky libër. Menoni edhe kjo sure që e përfatson dogmën kuranore, e përfatson agjendën kuranore, menoni që për Allahut te baraka taala. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. E përsërit Allahu subhanahu wa taala, me hak ta kena zbrit këtë libër. Domethënë këtë është e vërtetë. Na jena të hime një sure, Allahu po na fol për librin, sepse surja po e përfatson librin. Surja, sikur, nëse kishmi pas të drejtë, nëse s'ki vakt në lezu këtë Kur'anin, lezoj surën e Zumar. Nëse s'ki vakt në studiu këtë Kur'anin, studioj surën e Zumar, kemë marr agjendën e Kur'anit. Kemë marr agjendën e Kur'anit që i ka dy boshte, tauhidi, edhe domethënë teskia për Allahun subhanahu wa taala. Domethënë e kena një far objektivi prezantues që Allahu në fillim të surës na e prezanton Kur'anin, pikërisht domethënë më na tregu se mesazhet e Kur'anit janë çtu pare. Mesazhet që ka dashur Allahu me këtë Kur'anin i ki domethënë mes këtyre ajeteve ndaj ty vetëm takon domethënë me i recitu, me i meditu edhe me e marr mesazhin. Për shembull, cila mesazhi i parë i surës e Zumar? Mesazhi i parë i surës e Zumar. Thot Allah subhanahu: "Tanzilul kitabi min Allahil Azizil Hakim." Ky libër është zbritur prej Allahut plot fuqishëm, plot urtësi. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq. Ne ata kemi zbritur librin me hak. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Adhura Allahun me ikhlas. Adhura Allahun qiltërisht. Mos e përzi adhurimin për Allah me dikë tjetër. Çështja e parë në surën e Zumar, tauhidi, më një herë. Do thonë më një herë, që kjo është mesazhi i surës, që kjo mesazhi i Kuranit, që kjo mesazhi i pejgamberëve. Do thonë është më një herë me u koncentru me e kapën goditjen e parë, ku e ki domethënë çështjen e tauhidit. Ku e ki çështjen e veçimit të Allahut subhanahu wa taala në adhurim? Ku e ki veçimin e Allahut subhanahu wa taala nëpërmjet domethënë në zemrës tonë, edhe adhurimit të Allahut subhanahu wa taala domethënë nëpërmjet njetit. Keni vëmendjen, domethënë disa prej aty në prezantime që përmendëm, a kanë ajete të qarta, ajete plotursi, ajete të librit të qartë, s'ka kur fare dyshimi, sepse qartësia është vlerë kuranore. Qartësia është vlerë kuranore, Kurani është i qartë. Për arsye njerëzit që mendojnë që të qenet i paqartë, të qenet shumë kuptimt, të qenet shumë me ambiguitet, të e menu se kjo mençuri, kjo bën ndesh me objektivat kuranore. Domethënë ti nëse mishërohesh me Kuranin, ti qartësohesh. Edhe pastaj kur ti qartësohesh, je i qartë edhe për atë i cili është shumë i dishëm dhe për atë i cili është domethënë ndoshta i cekët. Shkosh mas pronti mesazhi. Adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Shko mas pronti mesazhi, pastroj akiden. Shko mas pronti mesazhi, pastroj domethënë jetën edhe besimin tan për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që kur fillon surja, edhe Allahu te bareke ve taala, Allahu subhanahu wa taala po na i lëvdon Kur'anin. Apo në fillim surës e Zumar, po na i lëvdon Kur'anin që ka zbritur Allahu që është i plot fuqishëm dhe plot urtësi. Edhe ka zbrit me të vërtetën. A ka logjik na si rob me thon, o Zot, na e lëvdove Kur'anin. O Zot, po na e lëvdon këtë libër. Për çka ka ardhur ky libër? Përgjigja vjen me njëherë mesazhin e parë thot Allahu azza wa jall, fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Adhuro Allahun se tër feja është vetëm për Allahun. Adhuro Allahun se i tër adhurimi është vetëm për Allahun. Pastaj e përsërit Allahut, sikur që ka përsëritën lavdimin e Kur'anit, mesazhin e përsërit përsëdyti. Thot Allahu azza wa jall, ala lillahi ad-dinul khalis. Veç për Allahun është feja që duhet më konë në qiltërsi edhe në pastërti. Domthon dy herë ka lëvdu Kur'anin, dy herë ta ka vërtetuar mesazhin që mesazhi kryesor i Kur'anit është domthon tauhidi për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj sonte kam një përpjekje modeste që nën këtë thjerrës të kësaj hyrje me studiu pak sonte Kur'anin, një studim që ju pastaj mund ta vazhdoni vetë në shtëpi, domethënë nuk duhet me pas doni kualifikim për me bë kët, mjafton që ky manuali i sontit për me mujt me pa çish mundi me bë në hatmën e radhës me lenë Allahu subhanahu wa taala, me e pa a shkon Kurani tan kohën në dy agjenda. A shkon tan kohën Kurani në agjendën e tauhidit edhe në agjendën e teskjes. Po e vërtetë është Kurani ka agjendë edhe drejtësinë. E ka agjendë edhe më këmbjen tokë, ama dy agjendat e mëdha ku non stop përsëritet çaty Kurani dhe përsëritet me çat domethënien që tha më herët që nuk janë projekte të kryera. Këtu non stop kena mirë për tri, domethënë kena tauhidin, edhe kena domethënën teskjen. E kena çështjen e besimit, edhe kena çështjen e pastërtisë, edhe qiltërisë së zemrës për Allahun subhanahu wa taala. Për shembull, le ta investigojmë me disa forma. Forma e parë. Cila është surja e parë që Allahu subhanahu wa taala më të ngarkon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të bërë profet? Është surja Al-Mudaththir. Çka ka surja Al-Mudaththir? Dy tema i ka. Pasi urdhëron mu bë profet, pasi urdhëron me dalën me kumtu, pasi ja ngarkon barrën e Davetit, Allahu subhanahu wa taala krejt çka ka të bëjë në surën Mudaththir, ja është tauhid, ja është teskje. Allahu taala i thot ja ayyuhal mudaththir, o ti që je mbulu. Qum fa anzir, quha dhe nis ban davet. Kjo është urdhëresë. Çka më bë davet? Në çfarë temë me him pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? O rabbaka fakabbir, quha madhnë Zotin tan.
Domthon kjo është mision i madh, nuk mundesh me bë tu mbështetë vetvetja, kimë mallnu Allahun, kjo teskje. Kjo është edhe teskje dhe tauhid, se Allah është më i madh dhe më i denjë për më mallnu, kimë mbështetë Allah për me bë davet. Pastaj thoi wa thiyabaka fatahhir, quaj dhe banu gati dhe pastro. Edhe kjo pjesë e teskjes se si po del para Allahut te barekuhu teala, se si po e bart mesazhin, warrujza fahjur, quaj dhe heq dorë dhe braktisë dhe largohu prej, domthon idhujve, është tauhid. Wala tamnun tastakthir, mos i shif punët tua si të mëdha. Mos e imagjino i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e shih që i tu bosh shumë. Mos e shih që i tu bosh shumë, temë shkajto kjo. Kjo është temë zemrës. Mos do këty që ibadeti jo shumë, ibadeti jo të shumë. Allahu te barekuhu teala në ditët e para pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pe edukon tauhid, edhe pe edukon temat e, domethënë teskjes, o li rabbika fasbir, edhe për Zotin tan ti ban, domethënë sabër. Ose hajde shkojmë te gjurmimi i dytë. Kjo ka cila surja e parë me cilën është bërë profet. Cili është ajeti më madhështor i Kuranit? A është ajeti kursi? Ajeti kursi çka janë temat e ajetit kursit? Domthonë janë tauhid edhe është teskje. Domthonë ti kur thu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është një që s'ka të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, është i gjallë i përjetshëm, këtu ka tauhid dhe teskje. S'mundesh më lidh me dekt. Zemra ka më lidhesh me gjallin. Edhe s'mundesh me besu dikant tjetër përveç Allahut që është i gjallë i përjetshëm. Ose ku thot Allah subhanahu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah azza jalla di shka u kona, shka ka mu kon te krijesat. Ardhmja jote ndër të Allahut, a mundet kjo zemër më mbështetet dikush tjetër krahas Allahut? A mundet më bë marak për të ardhmën kjo zemër? Pastrohet zemra me ajetin kursin. A më kjo është agjenda e ajetit, kjo është agjenda e këtij ajeti të madhështor. Është domthon agjenda e tauhidit, edhe është agjenda domthon e teskjes, pastrimit të zemrës për Allahun subhanahu wa taala. Ose një gjurmim të tretë. Kisha pas dëshirë me ndryshu këtë më me vëmendje sepse besoj mundet më kon edhe më e qartë çka po duam me përcjell si mesazh. Na kena një hulumtim edhe një shtjellim, një gjurmim në Kur'an që quhet shembujt kuranor. Allah subhanahu wa taala ka pru shembuj, dhe shembujt që ka pru Allah në Kur'an janë shembujt më të mirë që mundën të ekzistojnë. Nuk ka shembuj më të mirë për çfarë do lloj teme që Allahu ka pru shembull, shembulli më i lartë është shembulli që ka pru Allah subhanahu wa taala. Shembulli çka është diçka që ta parafron, ta krahason edhe ty të sjell në një qasje më të përafërt me kuptu domthonë konceptin. Nëse na analizojmë për shembull Kur'anin, me çka traditje që na e kena sot. Cilat janë shembujt e parë? Dy shembujt e parë kanë të bëjnë me teskjen. Dy shembujt e parë të Kur'anit kanë të bëjnë me teskjen. Thot Allah subhanahu, thot mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara. Shembulli i hipokritëve është sigurisht shembulli i njerëzve që mbledhen me një vend edhe kallin i zjarr. Janë mbledhur shkretin, kanë dalë në mal, edhe janë mbledh rreth një zjarri. Falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakum fi dhulumatin la yubsirun. Thot bashkë kur nis me bë dritë çaj zjarri, Allahu a fik zjarrin, edhe këta në mesin e errësira nuk shohin. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Këta mesin me mes shurdh nuk nin, edhe thot nuk kthehen. Shembulli i parë, në vëllezër, është për hipokritët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kush është domethënë këtu smuja? Smuja e zemrës është nifaku. Smuja e zemrës është lëkundja. Smuja e zemrës është dyshimi. Smuja e zemrës është domethënë hutia. Edhe çka thot Allah subhanahu wa taala, shembulli i hipokritëve, thotë sigurisht se shembulli i atyre që mbledhen rreth një zjarri, bashkë kur ka zjarmi u fikët. Se çështë kanë pas situatën hipokritët. Bashkë ku i ka ardhur drita, që kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë boçorrën terr. Tash, kush është më me fat në aspektin e domethënë afërsisë fizike me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Na apo hipokritët? Ato janë kuma fat, çu e kanë pas dritën. Tu e pas dritën, Allah subhanahu wa taala ka mësuar mu verbu mos me pa. Sikur se Allah subhanahu wa taala me temën e parë, shembullin e parë në Kur'an thot, ty mundon me tar ajetet, ty mundon me tar hadithet, ty mundon me tar mësuesi më i mirë në botë, ama zemrës ta kish prish, ti ki më kon si munafikat që bashku ju ka ardhur drita ju ka fik. Bashku kur ka ardhur drita ata kanë mbet në terr. Edhe jo vetëm kaq, Allah subhanahu wa taala edhe shembullin tjetër, që më njëherë mas shembullit parë, prapë e bë për smujat e zemrës. Prapë e bë për smujat e zemrës. Thot, au kasayb min as-samai fi dhulumatin fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Ose thot, sigurisht se shembulli atyne që dalin thot në shkretir ose dalin në mal. Edhe kur o bash terri më i madh nis një shi i furishëm, edhe një fortun, edhe bubullim, edhe vetëtim, edhe thot pi trishtimit madh thot i vendosin gishtat e tyre në vesh, pi trishtimit madh. Çfarë përshkrimi? Çfarë shembulli? Allahu subhanahu wa taala se pak më herët në pasazhin kur tha fi qulubihim marad, ata në zemër janë smut. Ata në zemër janë smut. Shembullin e parë po thot sikur më u fik zjarmin edhe më met në terr. An shembullin e dytë thot këta disa janë smut në zemër.
çat që janë të hutum, herë me të vërtetën, herë me të pavërtetën. Herë domethënë atë bëmë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atë bëmë me këta të tjerë. Herë atë bëmë me muslimanët, atë bëmë me këta të tjerë, thotë sikurse dikush i cili me shkretin, edhe kap shiu në terr, edhe e kapin vetëtimat, e kap rrufeja, e kap thot bubullima, thot pi trishtimit madh i mbyll vesh syt se hupët krejt kë. Kur hupët kë, çka gjendja që ky hupët, a gjendje sigurie, a gjendje rahatie. Allah thot çështu ki më kon ti para hatum kur e ki zemrën e smut. Kur e ki zemrën e smut, vën ders, edhe thot çka do të më kon e vërteta. Del pi dersit, a di çfarë vjen atë tu. A di çfarë thonë atë tu. A di cila është epoka. Domthon ky not herë naton herë këndej. Kush është ai i cili jeton i sigurt? Ai i cili përcaktohet tek vërteta, ky i cili domthon endot andej këndej, çka ndodh me kët? Ky është sigur se ky i cili është i trishtum pi bubullimës. Sigur se ky që është i trishtum pi vetëtimës. Sigur ky që ka kap fortunën në terr, ky është i hupt. Mi thon tash dikujt, vëllajam ti që je i lëkundshëm ti je i hupt, apo? Kjo është ofenduese. A moralisht Allahu dy shembujt e parë të Kuranit i ka prur shembujt e teskjes. Sikur na thot Allahu Azza wa Jall, sikur na jep një mesazh. Apo do të përfitojë për surës Al-Baqara? Apo do të përfitojë për surave të Kuranit në faqet e para po të thotë njëra ndreqë zemrën? Mos hin safi munafikat se kur të hin safi munafikat mos as mundesh me përfitu. Sa ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ty e kanë pas, po s'ka mujt me përfitu. Pse? Fi qulubihim marad. Do të thonë shembulli i parë është domethënë shembulli që ka të bëjë me teskien. Ose për shembull, a mundi me shku te e njëjta narrativ me shembull kuranor. Nëse ky është shembulli i parë, vetë dikur, cili është shembulli i parë i Kuranit? Shembulli i parë i Kuranit është teskie. Atëherë cili është shembulli më i madh i Kuranit? Jo i fundit, por më i madh i shembull në Kuran. Shembulli më i madh në Kuran është rreth tauhidit. Shembulli më i madh, do thonë, nuk mundet me dal narrativa kuranore për kësaj. Ose ka më kon diçka më e madhe janë teskie, ose diçka më e madhe janë tauhid. Se kjo është agjenda e Kuranit. Ose ka më bë diçka që ka ose ka më kon diçka që ka të bëjë me besimin, ose diçka që ka të bëjë me zemrën. Allah subhanahu wa taala thotë ja ju nasu duribe mathalan fastami'u. O ju njerëz, është ju mori ju një shembull ngane. Kur thotë Allahu ngane, realisht këtë shembull janë për mungu. Vetmi shembull që Allah thotë fastami'u lah, merrni dhe hapni vesh ngane çka shembull, i vetmi shembull në Kur'an që Allah thotë çdo është shembulli për tauhidin, sepse realisht këtë shembull duhet mungu. Po kur thot Allahu fastami'u lah, o të dash me thonë se kjo është shembulli më i madh. Kjo është shembulli më i madh. Thot Allahu Azza wa Jall, innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Ata të cilët ju po i lutni krahas Allahut, nuk mundën asnjë mushkonjë me kriju. Edhe nëse ishin bë këtë bashk, një mushkonjë nuk mundën me kriju. Thot wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Po edhe mushkonja me armë ja u morni diçka aty në smunën ata me shpëtu, vetëm me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Da'fa at-talib wal matlub, sa i dobët është ky që po lutet, edhe sa i dobët është ky të cilit po i drejtohet lutja, domthonë, menonve sa e thjeshtë çështja e tauhidit. Mund ky smunët mushkojnë me kriju, çish mundet mu lut dikush krahas Allahut. Tash cili është shembulli i parë i Kuranit në teskje? Cili është shembulli më i madh i Kuranit? Prapë është domthonë në temën e tauhidit. Kështu që kush i bie vllazni, kush i bie të jetë i lidhur me Kur'anin. Nëse na menojmë filan xhamati janë të lidhur me Kur'anin, ose filan lëvizje islami janë të lidhur me Kur'anin, ose një kolegjium i dietar janë të lidhur me Kur'anin. I bie të jenë të lidhur me Kur'anin që ata i vadisin çdo dy ara, që ata i vadisin çdo dy tema, që ata të cilët i kanë prioritet edhe agjend tauhidin edhe teskjen. Kush e shpërfill agjendën e tauhidit, edhe kush e shpërfill agjendën e teskjes, nuk është bashkëlidhur me Kur'anin. Nuk është bashkëlidhur, edhe nëse janë hafizler, edhe nëse janë studiues, edhe nëse kanë ndoshta doktoratura te Kurani. Lidhja e vërtetë e Kuranit është kur Kurani çon te tauhidi i pastër, edhe çon tek pastrimi i zemrës për Allahun subhanahu wa taala. Unë çtu besoj në vëllezër fuqishëm që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë bereqet davetit të ulemave të Nejdit se nuk mundesh me gjet më shembullor në 300 vjetën e fundit se sa ulemat e Nejdit në koncentrimin e tyre në temat e tauhidit dhe në temat e teskjes. Po edhe nëse analizojmë jashtë ulemave të Nejdit, nëse analizojmë në vise tjera, si për shembull në Algjeri, për shembull Ibn Badisi me ulemat e Algjerisë, do të thonë ajo suksesi më i madh, bereqeti më i madh se Allahu xheli ka bërë shumë të koncentruar mukanën te temat e tauhidit edhe te temat e teskjes. Edhe një herë azim, dyshoj që arsyeja kryesore e shumë ngecjeve të umetit në kohën bashkëkohore, edhe i lëvizjeve islame është pikërisht që i kanë hin hak ose tauhidit ose teskjes. I gjomi na do lëvizje islame që ndoshta shumë shka kanë sakrifikuar për këtë din,
mos kanë mujt me eduku njerëzit e temat e teskjes e temat e zemrës, ose s'kan arrit me informu mirëfillit e temat e tauhidit. Dikush koncentrohet te temat e politikës, ai tjetri te temat e elitës, ai tjetri te përplasjet e qytetërimeve, ky tjetri te akhlaki po pa tauhid, ai tjetri me tauhid po pa teskje. Domthon dikun kanë një hak te agjenda e Kuranit. Agjenda e Kuranit është më kon tauhid, edhe më kon domthon tek teskja, ndaj domthon mungesa e njënës për dyjave, patjetër domthon që ka më bëhe shumë dëm dhe ne këtë do të më thonë me plot gojë. Do të më thonë me plot gojë që objektiva e Kuranit është me ta shtu imanin edhe me ta pastru zemrën. Nëse s'tu ka pastru zemra, edhe nëse nuk tu ka ripërtri zemra, edhe nuk je ripërtri shpirtnisht, edhe nuk tu ka sforcuar edhe tu ka lçizru domthon besimi, realisht domthon nuk kena kurrën sukses. Po e marra një investigim që besoj mundet me na kry punë. Për shembull, a kena minut që këto dy tema në vazhdimsi vin Kur'an me animu një tjetrës. Domthon vin temat e tauhidit me çutë temat e teskjes. Vin temat e teskjes me çutë temat e tauhidit. Kjo është mrekulli kuranore që më kuptu domosdoshmërinë e secilës në këtë rrugtim. Për shembull, nëse ti e ke te temat e akidës të kryme, kush është begatuesi? Kush është ai që ty t'jep begatin jetë? A është Allahu subhanahu wa taala? Nëse ti e ke kuptu këtë si temë, kjo duhet me ta pastru zemrën. Thot Allah subhanahu: "Wa la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad." Mos t'i shkon mirësia Allahut, që Allahu ju ka udhëzu, asnjëni pi juve nuk ish pastru. Asnjëni pi juve s'ju kish ndres zemra. Allahu më njëherë kujdeset nëpërmjet temave të tauhidit me ta rujt teskjen. Mos e mendo vetëm ku më sa të mirë. Mos e mendo vetëm si ti je meritor për këtë udhëzim. Mos e mendo vetëm a e ki kry temën e tauhidit që Allahu begaton. E çysh begaton Allahu me talshu shiun edhe Allahu talshon udhëzimin në zemër, kështu që nuk është merite jote, është e Allahut. Domethënë më njëherë vën tauhidi me ta ndresh teskjen. Me një vend tauhidi me ta ndresh teskjen. Ose a e njohmi na absolutësinë edhe hynishmërinë Allahu subhanahu wa taala. Këtë temë ka me ta ndresh teskjen, thot Allahu azza wa jall, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allahu e di edhe atë çka keni haptazi. Edhe Allahu e di edhe atë çka keni mrena. Domthona mund me pas një fetari që ne ndoshta njerëzit thonë me jeni shembull për fetari. Po fundin na duhet me ditë se Allahu e shesha ka mrena. Na duhet me ditë kjo njohje e temës së tauhidit duhet me na bëjë që mos mi dhon vetës vlerësim edhe nota të larta. Me ditë që shashe Allahu mrena, ne nuk kena garancion. Ne nuk kena sigur shotu pa Allahu subhanahu wa taala, domethënë në zemrat e tona. Ose për shembull, a vin temat e teskjes me ta ndresh tauhidin? Temat e teskjes me ta ndresh tauhidin. Për shembull, sinqeriteti. Që veprat mi bësh për Allah, niyetin me pasësh për Allah. A temë sinqeritetit që ka të bëjë me pastrimin e zemrës dhe pastrimin e niyetit, ka është temë teskjes, ama thelbi i tauhidit çka është? Ikhlasi. Në me teskje ndreç ikhlasi. Ose për shembull, a është pjesë e teskjes mu pas trupi mendimallësisë? A është pjesë e kësaj çiltrimit të zemrës me hek dorë pi kibrit? Po kjo ta ndresh tauhidin se s'mundesh me pas ubudijen për Allahun pa hek dorë pi kibrit. Sepse mallështia i takon Allahut, krenaria i takon Allahut. Kjo arsye do është i kërcënuar kush ka kibër se ju ka përzi Allahut në sifatet e tij. Se cilësi e mallështisë dhe krenarisë është Allahu, janë cilësitë të Allahut te barekta. Kështu që ti investon temat e teskjes ndreç tauhidi. Investon temat e tauhidit i bie që do të më ndresh domethënë teskja dhe pastrimi i zemrës për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj, po e përsëris atë çka e thash domethënë në fillim, që kjo përsëritje kaq e madhe në Kur'an e këtyre dy temave është për me artë që do të thënë që e them fillim që këtu kena me pas të ankohen përsëritje të përpjekjes edhe ripërtrirje të saj. S'ka më kon këtu asnjë situatë projekti krym. Në asnjë moment nuk kena me konsideruar që domethënë ja çitën pikën temave të tauhidit ose ja çitën pikën domethënë temave të teskjes, kështu që nëpërmjet Kuranit, nëpërmjet sureve, nëpërmjet ajeteve, ne jetë na shtohet edhe imani, edhe na pastrohet zemra. Për arsye kisha pas dëshirë me u thjeshtu, e sidomos është një thirrje nëse keni mundësi në hatun e radhës me bëni gjë të tillë, pak shembuj, po du m'ja morën, çysh i bie që kjo tu përsërit, edhe tu ripërtrit tema e tauhidit, edhe tema e teskjes, ti mu kon aktiv në procesin e ripërtrirjes së imanit edhe me qenë aktiv në procesin e çiltrimit të zemrës. Domethënë, e bani hatme, edhe të bë hatmën, edhe të shtu imani, edhe të pastru zemra. Për shembull, e merr surën Al-Baqara. Edhe për ajeteve shembull në faqet e para, kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Çish po e mohani Allahun azza wa jall, ndërka që ishit inekzistent, s'keni ekzistuar hiç, Allah ju prunin jetë. Kjo temë tauhidit. Thot Allah azza wa jall, thumma yumitukum thumma yuhyikum. Pastaj Allahu bën juve të vdesni edhe pastaj të ringjallni. Kjo temë tauhidit. Thumma ilayhi turja'un. Pastaj keni mkthyer te Allahu. Kjo temë tauhidit. Pastaj pas pak ajetesh, Allahu kur na ka thonë se ka folën Allahu subhanahu wa taala me engjujt, do thotë që engjujt kanë thonë qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
Engjëjt kanë thonë o Zot, na s'dim përveç çka na ke mësuar ti. Do thonë engjëjt, krijesat më të dalluara, më të veçanta, thjesht ja pohojnë dijen Allah subhanahu wa taala. Nuk ka këtu predispozit për mendimallsi. Nuk ka këtu predispozit për vetpëlqim. Nuk shtiren engjëjt që ne na shumë dishëm. Jo, dim çfarë na ke mësuar ti o Zot. Kjo temë teskjes. Më pak ajetësh, më njëherë çaty të jepet tauhidi, mas pak ajetësh ti po domthon teskje. Ose hajde del në surën Ali Imran pastaj. Thot Allah azza wa jall, huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allahu a jep juve formën që kur jeni në mitrat e nanave. Domthon ti je çyky se një ditë Allahu ka dhënë urdhër çështu më konti. Kjo temë tauhidit, çto imani, prej në mitër domthon u përcaktu kush më konti. Shkon pak ajete më natona, Rabbana la tuzigh qulubana. O Zot, mos na largo zemrat pi udhëzimit. Mos na çit pi udhë. Kush e ka thonë këtë do? Njerëz më të mirë. Allah azh ka përshkruar ata të zhyturit, të rrënjosurit ndije. Çata lutën çështu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. O Zot, mos na largo zemrat pasi na ke udhëzu. Kjo ka të bëjë me dija, ka të bëjë me teskje, që me njoft Allahun, që Allahu s'ta pasojë zemrën, zemra ka më konë e marr. S'nimon Allahu pasu zemra ka më pas shumë problem, edhe nëse e kije fizikisht afër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sikur që kanë pas domethënë hipokritët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kryo tema çtu? A u kry tauhidi edhe teskja në surën Bekara? Dolëm në Al Imran, a kryhet? Nuk kryhet, domthon kimë shku këtë Kur'anin çështu. Këtë surët e mëdha kimë gjetë në vazhdimsi, përpjekjen për me ta ndreq tauhidin edhe përpjekjen për me ta ndreqën domthon teskjen. Për shembull, nëse shkomi tutje në surën An-Nisa, thot Allah subhanahu inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah nuk fal që më bë Allahu shirk, edhe përveç shirkut i fal mëkatet e tjera. Kjo është me tauhid. Nuk shkon me një ajeti tjetër i radhës thot Allah subhanahu alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha. Do të ekipata që lëvdojnë veten. Po Allah është ai që të pastron. Po se more ti prej Allahut lavdrimin, çka të vyn lavdrimin që tërkuj krahas Allahut? Çka të vyn? Pa të thonë Allahu o rob jam hin xhenet, çka të vyn çetër lavdrimin që tërkujt? Me një mas ajetit shirkut Allah zgjidhja përmend temën e teskjes. Siç kjo është agjenda e Kuranit, tauhid teskje, tankon deri domethënë në fund të domethënë të Kuranit, kështu që mundi me realizu që kët thjesht me çket logjik. Cili është objektivi i Kuranit? Është me të prutë dy temat e mëdha për të cilët domethënë jena në këtë ekzistencë. Me adhuru Allahun subhanahu taala dhe me njësu Allahun edhe me nejtë të tauhidi, edhe me pastru zemrën që është domethënë themeli edhe piknisja edhe pikarritja e krejt fetarisë tonë. Thot Allah azza wa jall: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ne çdo popull i kena dërguar kanë pejgamber që ka thonë njerëzve, adhuroni Allahun edhe shmangni nga gjithë kush që adhurohet krahas Allahut. Që kjo është mesazhi i këtij pejgamberëve për çështjen e tauhidit. Tamam. Çështja e tauhidit për çka ka ardhur? Ka ardhur për me shpëtu. Kush shpëton o Zot? Thot Allahu te baraka taala, qad aflaha man zakkaha. Ka me shpëtu kush ban teskje. Do këtu të ka thonë që i kom çu pejgamber për tauhid, këtu thot Allah azza wa jall ka shpëtuar çaj që ban teskje, çaj që pastron zemrën e çiltron zemrën për Allahun subhanahu wa taala. Përfund vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Muadhin në Yemen, është një prej haditheve më së paku të shfryzuara për me nxjerrë çka mësim. Është një prej haditheve që e ka qartazi që këtë agjend, tauhid dhe teskje, zakonisht lidhet vetëm me agjendën e parë të tauhidit. E çon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhin në Yemen, sikur se ka shmim Muhamedi Buhariu Muslimi për Abdullah ibn Abbasit, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit kur e ka dërguar në Yemen, innaka satati qauman ahla kitab. Je të shkuat te do njerëz që janë i thtar libri, nuk janë që s'din kurrë bash për fe. Kan pas një farë feja dhe do libra kështu më radh. Thot fa idha ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Thot kur shkojsh te ata, tregoju edhe mësoj që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Fa inhum ata'u laka bidhalik fa akhbirhum an Allah qad farada alaihim 5 salawat fi kulli yawm wa layla. Nëse ata të bindën çështjen e tauhidit, tregoju që i kanë 5 vakte farz. Tregoju që i kanë 5 vakte farz. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Thot si të bindën të namazit, kallëzojo që duhet me dhënë zakatin, merret prej të pasurve edhe çohet tek të varfrit. Që kjo është den që to zakonisht citohet hadithi, më së shpeshti për me tregu që agjenda e parë e davetit çka është tauhidi. Ngoni me vëmendje vazhdimin e hadithit. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Fa inhum ata'u laka bidhalik." Nëse ata të bindën të japin zakatin, keni vëmendje kush ka dhënë zakat? Të pasurit. Thot fa iyaka wa kara'ima amwalihim. Thot ruaju mos janë mirë pasunit më të mira. Mos janë mirë pasunit më të mira. Kur shkosh me zgjidh pasuninë mos shyt cilën e ka më të çmuarën, më të shtrenjtën, që ata më jamur për zakat.
Thot wattaqi da'wat al-madhlum. Edhe ruju prej lutjes së atij që ju është bërë padrejtësi. Ruju prej lutjes së atij që është bërë padrejtësi. Mos e bër punën me lut dikush kundër teje. Çështu e ka kuptimin. Thot fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab. Se mes lutjes së atij që është bërë padrejtësi dhe mes Allahut s'ka perde. Po shkon Muadhi te krishterët me bodavet. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe paralajmëron se mos i thënë këto la ilaha illallah, mos i të falën, kam marrë rënë me dhon zakat. Amo ti je autoriteti, si ti je Muadhi që të ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ti je autoriteti, si ti je i pari musliman i men. Mos u ban mendje madhe me këshir, më amor më të shtrenjtën, edhe më apru punën dikush me bë dua kundër teje. Me ne Rasulullah sallallahu alajhi wasallam kujdeset për Muadhin, mos me u prek zemra Muadhit me diçka në sajt të autoritetit edhe ngritjes që ka me pas kur ta sundoje, domethënë atë pjesë të muslimanëve domethënë në Yemen. Domthon çat sa i ka zonë, çka duhet me bë davet? Menali thotë se tash kur shkojsh ti, njerëz kanë me të respektu, këto syt janë ka ti, ruje zemrën. Ruje zemrën se pi madhështisë, pi autoritetit mundosh me bën ai gabim çai krishteri që para një avokon krishter tash musliman ta bani dua kundër teje, edhe pastaj mes duas ti dhe Allahut nuk ka domethënë hijab. Pse duhet me nënvizu këtë domethënë vëllezër, nëse Muadhin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa të rrezikuar pi diçka e shka prish zemrën. Kush janë ana? Kush janë ana nxënësit e largët të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai u kanë nxënësi i afërt i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kështu që po, agjenda e Muadhit u kanë tauhidi, ama agjenda e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me cilën e ka bogati u kanë edhe tauhidi edhe domethënë teskia, edhe Muadhi kur ka shku, ka dashur u kallzu, që unë edhe kur jam autoritet, unë edhe kur vim jam marr zakatin, jam marr me tërbije. Unë kur vim me marr zakatin e marr shikohie, edhe nuk shpërfaqi madhështia edhe rritje edhe stërzmadhim, nga që domethënë kon frikë për zemrën, ndaj ka pas agjendë edhe tauhidin Muadhi, edhe domethënë tesken, elusallahu azza wa jall me në realizu këtë agjendë kuranore, me jetu me të, me vdek me të, më ringjall me të, sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.